Colin Hyland, drejtoresha për çështjet e Evropës Jugore dhe Qendrore në Departamentin e Shtetit në SBA, do të emërohet zëvendës ndihmës sekretare e Shtetit për Ballkanin Perëndimor. Sipas Al Jazeera, Colin Hyland është një diplomate me përvojë të gjatë, e cila ka shërbyer disa nga misionet më të rëndësishme diplomatike të SBA në botë. Ai ka qenë pjesë e stafit diplomatik amerikan në Bagdad, Kabul dhe Prishtinë, ku ka mbajtur pozitën e zëvendës ambasadores së Shtetit të Bashkuar në Kosovë nga viti 2016 deri 2019. Përvoja e saj në rajon dhe njohja e dinamikave politike në Kosovë dhe më gjerë pritet të jenë faktor kyç në qasjen e Shtetit të Bashkuar ndaj Ballkanit Perëndimor. Ky ndryshim në Departamentin e Shtetit vjen në një periudhë sfidash të mëdha për Ballkanin Perëndimor, veçanërisht në raport me tensionet ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, si dhe përpjekjet për reforma demokratike dhe luftën kundër korrupsionit në vendet e rajonit. Me përvojën e saj dhe njohjen e situatës në terren, Colin Hyland mund të luajë një rol të rëndësishëm në orientimin e politikës amerikane ndaj Ballkanit në vitet e ardhshme.